Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 28 maj të 2024. Është një ditë mjaft e rëndësishme, sepse ka një ndikim shumë madh, duke pasur parasysh nga dita e djeshme kishim hënën e re, kur ka një ndikim mjaft të mirë në vazhdimsi, kur kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë për vazhdimsinë dhe korrekcinë, gjëra të mëdha. Në disa çështje kanë qenë problematike, nëse të flasim shumë për disa probleme nga më të ndryshmet edhe probleme që vërtet kanë të bëjnë shumë me punën aktuale, kanë të bëjnë shumë me disa ndryshime. Këto ndikime planetare që japin mundësinë dhe çështjet që kanë bëjnë tani e tutje, duket se mundësit nuk do të mungojnë, ku kemi të bëjmë dhe me një kënd të veçantë, shumë të rëndësishëm në fushën e biznesit, që ndikojnë shumë, siç është shenja e virgjëreshës, janë peshqit të dhjeticit parë dhe të dhjeticit tretë, gjithashtu dhe shenjat e ujit, që është gaforja, është akrepi dhe peshqit, ku kanë një mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive në anën dhe pozicionimin e planeteve, ku do të ndikoj në gjërat që kanë mundësinë dhe anën e tyre. Por meqense një takim që mund të bëhet tani këtë periudhë, është periudha më e mirë e mundshme dhe në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me vendime që do të merren, është periudha më pozitive në çdo aspekt. Në çështjet që lidhen me udhëtimet, me bisedimet edhe gjëra të tjera, duket se tani ka rrëkoa dhe momenti i duhur në anën e biznesit dhe të karrierës suaj. Megjithatë, çdo gjë mund shkojë mbar, çdo gjë mund të arrihet, por kërkohet vëmendje, sidomos paraditja. Para se të fillojmë me parashikimin e kësaj date, kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri, në diasporë dhe në çdo vend të botës, atëherë mund të klikoni të kjo faqja këtu, duke klikuar dhe duke vepruar, dhe që gjithçka mund të jetë në favorin tuaj dhe mundësitë e reja që do të keni. Në lidhje me disa vendime që do të merren dhe në çështjet që kanë bëjnë në anën tuaj, më i keni atje, por gjithashtu është në të mirën tuaj për mundësitë që do t'ju jepen dhe koha që juve do të keni, sepse kërkohet kohë, kërkohet ditë, kërkohet moment. Pra i keni të gjitha atje, duke zgjedhur një paketë dhe më pas shkoni te sekretaria, atje mund ta klikoni dhe më pas jeni gati të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni në kohën që jemi live siç ishim dje, e keni këtë butonin këtu, sepse ky ju ndihmon juve të bëni subscribe, nëse doni, që nuk e dëshironi, pak rëndësi ka. Nëse dëshironi që të dërgoni mesazh, mund të bëni subscribe atje dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet dhe për të marrë live përgjigje. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Juve të shenjës së dashit duket se jo vetëm se keni mundësinë tani në këtë periudhë, por është mundësia shumë e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me disa ndryshime, me disa takime, me disa vendime që do të merrni, dhe kjo do të bën që juve të jeni shumë korrekt me punën tuaj, shumë korrekt me atë çka juve dëshironi, sepse është momenti më i mirë i mundshëm në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë janë me Dem dhe me ujor të dhjeticit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo është shenja e Demit. Por juve të shenjës së Demit, edhe pse mund keni pasur probleme, edhe pse mund keni pasur disa keq kuptime në një farë mënyre, por ky moment që është tani, kjo kohë që është tani, është koha që juve ju ndihmon në çështjet afatgjatë, ju ndihmon në mundësitë të reja që do të keni tani tutje në kohën e duhur për punën tuaj, për karrierën tuaj, për ndryshimin e madh që po vjen dhe jo vetëm në çështjet që lidhen dhe me anën shpirtërore dhe me kuptimin e jetës suaj, sepse është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimet dhe vendimet që do të merrni. Mos u shqetësoni, sepse disa gjëra që mund të kenë qenë mjaft problematike për juve të kësaj shenje, por vjen një moment tani që do ta zgjidhni këtë problem që mund keni pasur në fushën e dashurisë, sidomos lidhje afatgjatë ose problematika që keni pasur me ujor dhe me akrep të dhjeticit të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Çfarë ndodh me binjakët dhe ku binjakët kanë çështjet apo problematikat që mund të ndikohen pikërisht tani? Nuk diskutohet që keni një mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive në anën e punës së karrierës, në lidhje me vendime që mund të merrni dhe në çështjet afatgjatë që do të keni. Por megjithatë, kjo është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive, sepse duke gjetur zgjidhje nga çështjet ekonomike financiare, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër e artë për sa i përket ekonomisë dhe ndryshimit të punës. Megjithatë, kjo javë dhe pikërisht kjo ditë është ditë shumë e mirë, sidomos nga dreka, mund të bisedoni dhe të zgjidhni problemin. Në anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me ujor duken të para.
Vijojmë tek shenja e radhës që është gaforja. Çfarë ndodh me gaforet dhe ku gaforet kanë mundësi dhe i çështje të rëndësishme financiare që do ta zgjidhin pikërisht tani. E zgjidhin tani sepse është momenti i duhur për sa i përket disa çështje madhore dhe një takim mjaft të rëndësishëm duket se ndodh sot para dite, ku është një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me anën ekonomike financiare, edhe pse në financa kemi pasur disa probleme, por këto kanë qenë probleme kalimtare, kanë qenë probleme që vërtet tani kjo periudhë është periudha juaj më e mirë e mundshme në ekonomi, në stabilizime dhe në vendime. Në disa çështje ku çdo gjë mund të jetë vështirë apo çështje që mund keni pasur me anën e biznesit, por tani merrni zgjidhje. Një lajm mund ta merrni sot ose në një takim që mund bëni me person që lidhet me bankat, për marrën një kredi për biznesin apo diçka tjetër. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me bricap dhe me virgjëresh duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës që janë luanët. Luanë të dashur, kjo periudhë sjell mjaft ndryshime, sjell mjaft bisedimet mjaft mbara në lidhje me anën e takimeve, në lidhje me disa biseda që do të bëhen, janë biseda shumë të rëndësishme në fushën e ekonomisë, në fushën e karrierës suaj, sepse keni lindur për karrierë, sepse ja vlen në çdo aspekt, por meqenëse tani kjo periudhë është periudhë e mirë, është periudhë stabilizuese, është një periudhë mjaft konkrete në ata që doni të bëni, sepse po të shikoni në anën e punës suaj, është momenti shumë i mbar dhe tepër pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me një ujor, keni pasur një udhëtim, por nuk shkoi deri në fund ky udhëtim, por disa biseda që nisën në mes të rrugës, por këto do shkojnë në fund, sepse e drejta triumfon dhe juve jeni me të drejtën tuaj, sado që të flitet, sado që të bisedojnë. Luanët gjithmonë janë një hap para asaj çfarë ndodh dhe e din shumë mirë ku do të shkojnë. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me binjak duket të para. Vijojmë tek shenja e radhës që është virgjëresha. Virgjëresha dashura është kjo periudhë, është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë ku çështjet ekonomike financiare, bisedimet, çështjet e rëndësishme ekonomike, një moment mjaft i mirë që lidhet me punën tuaj, lidhet me karrierën tuaj, lidhet me ndryshimet e mëdha që do të keni, por gjithashtu ka një gjë që mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që është e vështirë për të realizuar. Ajo që është e vështirë për të realizuar nuk ka vend për të shqetësuar, sepse juve jeni në kohën e duhur, juve jeni në mundësinë e artë për sa i përket punës suaj dhe kjo do të thotë që po, është momenti i duhur, po, e keni mundësinë për zgjidhur çdo lloj problemi dhe çdo lloj çështje të lënë pezur. Gjithçka shkon mbar, gjithçka arrihet fal suksesit tuaj, fal garancive që mund keni në fushën e biznesit dhe jo vetëm. Kurse një çështje që lidhet me udhëtime pune, mirë është ta shtyni, sepse jo se nuk jeni të përgatitur, por do lodheni shumë dhe nuk do zgjidhni problem. Nëse është e mundur, ose do shikoni edhe vetë se do vinë vetë punët kështu, ose nëse keni mbyllur për më përpara, tjetër gjë kjo. Kjo varet në individ, pastaj nuk varet në përgjithësi. Në çështje që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm dhe me shqyrtar duket më para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshores. Çfarë ndodh me peshorët? Dhe peshorët janë një mundësi dhe një kohë mjaft pozitive, sepse tani në këtë periudhë ka të bëjnë shumë në lidhje me ndikimin e Mërkurit në trekëndësh, që ndihmon shumë me anën e biznesit, me anën e punës suaj dhe afërdita në krahun tjetër ju jep një ndihmë shumë të madhe në lidhje me financën, sepse do të zgjidhni një problem shumë të madh nga një çështje kreditimi, keni pasur problem, do ta zgjidhni pikërisht para ditës, është shumë mirë për juve të kësaj shenje, edhe një ndarje që keni pasur duket se është drejt bashkimit, por mos pyesni njerëz të tretë, por flisni direkt me personin që keni përballë, dhe kjo është janë e mirë për juve, sepse dashura juaj nuk kërkon njerëz të tretë, por kërkon me njeriu që ka bërë debatin ose ka problemin dhe e zgjidhni me njëri tjetrin dhe jo persona të tretë në mes që prish punë. Vijojmë tek shenja e radhës që është Akripi. Për sa i përket shenjës së Akripëve, Akripët duket se tani është një moment mjaft i mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me vendimet që do të merren, në lidhje me ndryshimet që do të keni dhe jo vetëm. Në çështjet një mundësi e artë, mund të themi që është tani e tutje për sa i përket punës suaj, për sa i përket karrierës suaj,
dhe marrje vendime të rëndësishme. Në marrje vendime të rëndësishme, akrepët të duket se ditën e sotme e kanë të tyre, edhe pse mund të jetë problem për disa, sepse do të ndërpritet ajo mirësia që juve bëni dhe nuk fitoni asgjë, dhe nga të tjerë, sepse juve gjithmonë jeni të parët në ndihmë apo kur keni nevojë asnjë nuk ju ndihmon. Dhe kjo vjen tani që juve duhet të hiqni disa negativitete nga persona të ndryshëm që jeni juve e thesni përpara dhe të shkoni gjithmonë ato që ju takon dhe juve e keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashur dhe diçit parë, ujor të diçit tetë është perfektja, pak vëmendje me binjak të 10 diçit të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, janë shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, duket se shigjetarët kanë një mundësi dhe një moment shumë pozitiv në lidhje me punën e tyre, në lidhje me karrierën e tyre, në lidhje me shumë ndryshime dhe vendime që mund të merren. Është koha e duhur në lidhje me punën, është koha e duhur me anën ekonomike financiare dhe është një çështje biznesi që do të keni ose do të nisni, dhe kjo është një kontratë afatgjatë mbase ka të bëjnë shumë në ndër vitet që do vinë dhe do keni stabilizim ekonomik dhe dini shumë mirë se si do ecni përpara dhe të zgjidhni problemin. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të 10 diçit parë, ujor të 10 diçit tretë që është perfekta, pak vëmendje me bricjap të 10 diçit të dytë. Shkojmë tek shenja radhës që janë bricjapët. Meqense bricjapët duket se tani vërtet kanë një problematik ose kanë diçka që nuk shkon, por është momenti i artë në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, ose në lidhje me disa ndryshime që do të keni tani e tutje, sepse gjithmonë në këtë ditë është ditë e rëndësishme, është ditë pozitive dhe koha ka treguar që juve jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të 10 diçit parë, me ujor të 10 diçit tetë është perfekta. Pak kujdes do të bëni me peshorët e 10 diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, janë ujorët. Ujorët e dashur, duket se kjo periudhë tani duan apo s'duan të tretët pakën si ka, por është mirë për juve sepse do të zgjidhni problematika nga më të ndryshme, do zgjidhni disa probleme që keni pasur, disa çështje madhore në fushën e ekonomisë dhe të biznesit, në fushën e ndryshimit të madh, por gjithashtu ka diçka shumë të madhe sepse me kalimin e kohës gjërat do vinë. Me kalimin e kohës gjërat do kenë perceptimin e tyre, mundësinë e tyre për të arritur në finish, sepse kjo periudhë do të thotë ekonomi, do të thotë stabilizim, do të thotë mundësi. Dhe ju e keni në diasporë edhe në lidhje me dokumentat, është shumë mirë sepse është një ditë mjaft e mirë, interesante sepse mund të merrni një lajm mund të jetë diçka që nuk e prisni. Pra ka të bëjë shumë kjo dhe është një mundësi shumë e mirë për të stabilizuar jetën tuaj dhe jo vetëm. Dashuria, në anën e dashurisë duket se me luan dhe me shigjetar duket se gjërat janë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë peshqit. Për sa përket shenjës së peshqive, duket se tani ka ardhur momenti dhe koha për të marrë zgjidhje problematikat nga më të ndryshme. Momenti dhe koha, periudha është në ideale, është de facto për zgjidhje të problematikave të ndryshme, për çështjet madhore që keni dhe momentet që juve do t'ju jepen. Kjo periudhë tregon që juve i dini shumë mirë se çfarë do të bëni dhe ku do të shkoni. Por momenti që juve keni tani është një periudhë mjaft e mirë në lidhje me ekonominë, në lidhje me disa çështje mjaft problematike që marrin zgjidhje dhe peshqit e kanë një mundësi të tillë dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Prandaj mos u shqetësoni, prandaj lëreni gjërat të vinë vetë, sepse është një periudhë mjaft e mirë dhe stabilizuese në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep të 10 diçit parë, gafor të 10 diçit të tretë që është perfektja, por me vigjeresh është vetë jeta, nëse keni diçka ose keni debatuar, mundoni ta zgjidhni situatën, mos u dal nga duart dhe jo të futen persona të tretë të prishin akoma më keq në këtë lidhje. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 28 maj të 2025. Por para se të ndani bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, po do ndodhi në Shqipëri apo diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duhet të klikuar në www.astrologo.al, faqja roz, ku atje mund të gjeni çdo lloj pakete që ju intereson dhe nëse nuk e gjeni veten atje, atëherë gjithashtu mund të na shkruani tek kuadrati aty, mund vini të dhënat e juaja dhe më pas
flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por ju që doni që çdo video që shtrohet vertikal nga kanali në YouTube, të dëshironi të dëgjoni të parë, të shikoni të parë, atë duke na bërë subscribe duke butonin shkruaj atje, dhe pastaj duke ndjekur hapat ashtu siç është në ekran, jeni gati pastaj për dërguar mesazhin siç ishim live dje, prandaj dhe ju them që juve të kuptoni përse duhen këto gjëra. Nëse nuk ju pëlqen ose nuk dëshironi, nuk ka problem, si të dëshironi juve. Unë një rëkulla, barsi, i thmira.